Epizod. Iniciative të rinjve të qendrës rinore. Qeshërimi. Bota është e jotja. Bota është e jona. Në qoftë se episodin e rasni folme se si është për me kemë pra një ambasador rinor europian, këtë rallë për muajin mars kena vendosur që fokusin kryesor pra me vu në fuqizimin e grave. Sot këtu jam me Denada Shpuzën, që në qoftë se herë tjerë një bëm një prezantim, do kisha dashur këtë rallë me arrit pra me kuptu gjatë pyetjeve pra rolin dhe kontributin që Denada ka në shoqëni. Denada, shumë faleminderit që u bashkove sot këtu me ne. Shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Rrugtimin tënd ose le të thojmë karrierën tënde ti e fillove si një avokate, ndërsa tash je administratore për qendrën qendrën e gruas Hapat e Lehtë. Çfarë shtyu që ti më vazhdu ndoshta të nana pak te pjesa e avokatësisë, për çfarë shtyu që ti më marr këtë vendim dhe mbrapa si ishte edhe ndryshimi për me kalu tek qendra? Në fakt duke mosh shkas nga pyetja jote, po e filloj pak më herët. Më duket se edhe kur e kam zgjall degën për me studiu për drejtësi, që aty ka kënë spuntoja jeme për me luftu për më shumë për drejtat e grave dhe të vajzave. Rrugtimi jem nuk ka kënë një rrugtim shumë i lehtë në fakt, pavarësisht se rezultatet e shkollës ishin shumë të mira. Një propozim nga një ish profesoreshja jamja për mu përfshi me punu për të drejtat e grave, bani të mujtën që unë të filloja dhe të punoja tek një organizat tjetër më herët, tek Refleksiona, e cila po ashtu kishte kontribu në ngritjen e qendrës gruas Hapat e Lehtë. Gjatë rrugtimit tem të punës tek Refleksione, unë njoha me qendrën e gruas Hapat e Lehtë, dhe të cilët më banë një ftesë që unë të bëja edhe përfaqësimin e grave dhe të vajzave që ishin viktima të dhunës në familje, pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër. Është diçka që unë kam filluar që në vitin 2009, kam bë me shumë dëshirë, mes shumë sfidave. Akoma sot vazhdoj ta bëj avokaten për gratë dhe vajzat me më pak mundësi në fakt, sepse sot e fokusume më shumë në drejtimin e qendrës dhe në menaxhimin e projekteve, por më besoni që është një gjë që jo vetëm thjesht e du për me e bë, por gjithnjë më tepër kam dëshirë për me vazhdu dhe me kontribu në atë mundësinë të më të vogël për me ndryshu sado pak jetën e grave. Se i kthejna tek pra të Refleksioni, se pra ishte hera parë që ti hera parë, pra ti kryve shkollën, studimet edhe vazhdove. Cila ishte diçka që gjatë punës aty tek Refleksioni, pra the që okay, kjo është diçka që unë me ta mendu me ballë, unë do vazhdoj pra me mundësi tjera më të mëdha? Në fakt bëhet fjalë që unë fillova punë tek shoqata Refleksione, një kohë kur kishte hyrë në fuqi ligji për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, por që akoma nuk ishte filluar zbatimi. Dhe ishte një projekt pilot i cili po realizohej në Bashkinë e Shkodrës dhe do të asistoheshin institucionet që ishin anëtar të mekanizmit të koordinuar të referimit të dhunës për të ngritur jo vetëm thjesht kapacitetet për një zbatim korrekt të ligjit, por edhe për të batë mujtën vënien në zbatim të ligjit, sepse e kuptojmë shumë mirë që nuk mjafton thjesht të kemi një ligj, por deri në momentin e zbatimit të tij normalisht që ka një rrugtim jo të lehtë. Që nga viti 2009, pra jena në 2025, kështu që normalisht kanë kaluar shumë vite. Por e që unë desha më nal ishte çfarë rastesh, pra normalisht pa prishat pjesën konfidenciale, ti ke kalu edhe çfarë kanë sjallte ti pra me kuptu më fort realitetin shqiptar, pra ndryshe nga jo që ne jena mësu për me pa? Ti me sinqert, kur unë kam filluar shkollën, nuk pavarësisht se kishim dëgju histori, kishim pa në televizor, deri diku nuk e besoja realisht që realitetet ishin të tilla. Mojnë mend që në rastet e para që unë kam mbështet, në atë kohë nuk isha kriju akoma familjen time, por qaja njëkohësisht me zonjën e cila rrëfente historinë e saj. Dilja nga zyra me ndofta edhe me atë pavendosshmërinë time
për të vazhdu dhe për të kriju një familje teme, sepse në mendjen time ngriheshin pikpyetje që nëse i ka ndodhur kësaj zonje, A mund të jem a mund të jem edhe unë një viktim e rrallës në të ardhmen, sepse ne shpesh herë kemi paragjykime dhe mendojmë që ato gra të cilat bashkëjetojnë me dhunën janë gra të dobta, sepse nuk marrin vendimin për me i thënë jo dhunës. Besoni që në këtë rrugtim timin, besoj se ato janë heroina, sepse mbartin mbi vete jashtëzakonisht ngarkesa dhe vendime të cilët nuk ndikojnë vetëm në jetën e tyre, por edhe në jetën e personave të tjerë. Dhe pa diskutim që ato janë gra shumë të forta. Flasim për qendrën e gruas pra hapat e lehtë. Çfarë shërbime shofron kjo qendër dhe si mundohet pra mi asistu gratë? Në fakt unë do e filloj shkurtimisht një rrugtim. Qendra e gruas lind në vitin 2001 nga një ndër organizatat që edhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë partneri jon strategjik, KOSPE, së bashku me 3 shoqata të tjera shqiptare. KOSPE është një organizatë italiane, e cila vazhdon të na mbështesë në rrugtimin duke qenë sot partner strategjik në projekte të ndryshme, në zbatimin e projekteve të ndryshme. Në vitin 2001 të flisi për të drejtat e grave dhe të pretendoje që të gëzoje disa të drejta ishte shumë larg realitetit në cilin sot gratë, vajzat jetojnë. Bëhet fjalë që në atë kohë as ligji për masën ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare nuk ishte dalë dhe normalisht që sfidat ishin shumë të mëdha. Fillimisht qendra lind si një hapësirë për gratë dhe vajzat që të kenë mundësi për të takuar me njëra tjetrën, për të diskutuar, por edhe për të lobuar për të drejtat e tyre. Paralelisht ngrihen disa shërbime, që ishte shërbimi antidhunë, i cili vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, i cili ofron mbështetje psikologjike, juridike, sociale, ekonomike, integruese për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje. Ngrihet një qendër ditore për fëmijë, sepse shumë shpejt arrim të kuptojmë që realiteti me cilën përballen gratë nuk është absolutisht i lehtë. Ato nuk ndiheshin të sigurt në momentin kur vinin dhe denonconin dhunën për fëmijët e tyre. Dhe me besoni që në ato vite institucionet shtetërore nuk funksiononin ashtu siç funksionojnë sot. Pra në kopshti, qerdhja nuk ishin aq të sigurta sa që mund të jenë sot, sepse sot për fatin tonë të mirë mekanizmat funksionojnë. Dhe ngritëm qendrën ditore për fëmijë, që nuk ishte thjesht një kopësht, por ishin edhe aktivitete të tjera pas mësimit me fëmijë. Gjithashtu, një komponent shumë i rëndësishëm në atë kohë ishte edhe ofrimi i kurseve profesionale. Tani të flas për kurset profesionale, e kuptoj që ju që jeni brezërie keni shumë të vështirë për ta konceptuar, por ishin kurse të gjuhës të huaj, italisht, anglisht, gjermanisht dhe frëngjisht. Sepse në atë kohë nuk ishin, jo vetëm që nuk ishte qendra të cilët i ofronin siç janë sot qendrat profesionale, por nuk ishin mundësi. Madje edhe kurset të kompjuterit, bëj fjalë për vitin 2001 në vazhdim, që jo vetëm që ne nuk kishim kompjutra në shtëpiat tona, por as institucionet nuk kishin kompjutra. Kështu që edhe unë pse studioja lëndën e informatikës në universitet, ne vetëm e mësonim përmendur sepse nuk kishim kompjuter, le të themi, për ta zbatuar realisht lëndën. Kurset e kuzhinës dhe kurset e rrobaçepsisë. Qëllimi këtyre kurseve nuk ishte thjesht vetëm për të ndihmuar këto gra për të ngritur kapacitetet e tyre, por edhe për t'i socializuar me njëra tjetrën dhe për të pasur mundësi që ato të bashkëndajnë historitë e tyre dhe të mbështesin njëra tjetrën në momente të vështira. Sot, pas një rrugtimi shumë të gjatë, prej më shumë se 20 vitesh, qendra ka transformuar disa nga shërbimet e saj.
është trirë në territor, sepse nuk punon vetëm në bashkinë e Shkodrës, por punon edhe në bashkitë të tjera të Veriut të Shqipërisë, Bukë Vauderës, Fusharës, Malësi e Madhe, Kukës Tropoj, Lezhë, Has, Myrdit, pra në disa bashki të Veriut të Shqipërisë. Ka ngritur një biznes social që është një restorant, ku të punësuar janë gra dhe vajza që i përkasin target grupit me cilët ne punojmë. Të ardhurat shkojnë për të fuqizuar gra dhe vajza të tjera, duke i mbështetur ato sa do pak, sepse nevojat e grave duhet të jem shumë e sinqert, janë të jashtëzakonshme. Për të mbështetur ato diku me pagesën e qeras, diku me pak ushqimore, medikamente. Me ofru një mbështetje një mënyrë. Një mbështetje të shkurtër dhe minimaliste, nuk mund të them që janë afatgjate, sepse do gënjeja. Dhe sot, qendra ditore nuk funksionon më, por ne po ngrem një shërbim të ri që gjë rastin ta them këtu përpara jush, do të jetë një after school me fëmijë. Kjo nuk vjen si rezultat i thjesht dëshirës tonë për t'i dhënë një formë tjetër qendrës ditore që ishte, por vjen si nevojë e kohës për gra dhe vajza, kryesisht ato që janë nëna të vetme, që kanë fëmijë të klasës së parë deri në klasë të 5. Për gjithë ato që janë duke ndjekur podcastin dhe nuk e din, mësimi mbaron orën 11:30, 12 në varësi të orarit mësimor, dhe së bashku me detyrat në shkollë ato mund të qëndrojnë deri në orën 1:30. Ndërkohë nënat kanë nevojë për të punuar full time që të sigurojnë minimumin e jetesës së tyre, dhe ajo çfarë ne do bëjmë nëpërmjet aktivitete after school është një program i cili do të sigurojë transportin e fëmijëve nga shkollat ku ato do të jenë, por në qendër të Bashkisë Shkodër dhe jo në rrethinat e Shkodrës, dhe do të kenë mundësi për të konsumuar një vakt ushqimor të shpejt në ambientet ku do zhvillohet mësimi, do të kenë mundësi për të bërë detyrat, por njëkohësisht për të bërë edhe aktivitete të tjera të cilët ndikojnë në edukimin e tyre. Një ndër ato aktivitete që unë thjesht po e shpalos këtu tek ju do të jetë për të gatuar, sepse ne shpeshherë në biznesin ton social realizojmë laboratore gatimi me fëmijë, për t'i dhënë atyre një mesazh shumë të rëndësishëm që është gatimi nuk është një proces që i përket dhe që duhet i përkas vetëm grave dhe vajzave, por është një proces të cilën gra dhe vajzat e kanë mësuar dhe duhet që edhe burrat dhe djemt të bashkëpunojnë për të kontribuar një mërçënie më të mirë të familjes dhe në edukimin të fëmijëve dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Gjatë punës tona, ki vuri këto vite një ndryshim në mentalitetin e brezave për sa i përket pra drejtës grave, apo duket sikur rastet vijnë çdo ditë shtohen më shumë? Nuk do t'isha sinqert nëse unë do thoja që nuk ka ndryshuar mentaliteti. Duhet jemi realist dhe themi që ndryshimi nuk është i menjëhershëm, sepse këto janë procese të ngulitura dhe të rrënjosura, të brëmosura brenda secilit prej nesh për vite të tëra. Nga stërgjyshja tek gjyshja, nga gjyshja tek nëna, të dojnë kohën e tyre. Është një proces i cili ka nevojë për kohën e tij për të ndryshuar. Normalisht që konstatojmë që ka një përmirësim të situatës tek brezat të rinj, për sa i përket barazisë gjinore, dhunës së familje, janë më të hapur për diskutuar për disa çështje. Dhe konstatojmë që kemi një rritje të numrit të rasteve që denoncojnë dhunën. Kjo jo detyrimisht do të thotë që kemi një rritje të rasteve që dhunohen, por kemi një rritje të ndërgjegjësimit për ta ndaluar dhunën. Kjo, dhe besoj se kjo është shumë rëndësishme. Dhe në këtë mund të kenë ndikuar shumë faktorë. Ndikon normalisht edhe ndryshimi i mentalitetit që ka ardhur me kalimin e kohës, përmirësimi i kuadrit ligjor, përmirësimi i funksionimit të institucioneve, por njëkohësisht edhe ndryshimi që ka pësuar vetë shoqëria shqiptare. Mund të ketë ndoshta media rol në këtë gjë?
Shpeshherë media në këndvështrimin tim luan një rol negativ në raport me rolin pozitiv që ajo duhet të përçojë. Për fatin ton të keq, shpeshherë konstatojmë që media është promovuese ose promotore e dhunës. Dhe edhe në momentin kur jepen lajmet, më shumë viktimizohet viktima, dhunohet viktima, se sa në fakt dënuesi. Dhe besoj se media ka një rol, sepse normalisht informacioni vjen më shpejt dhe ka atë impaktin e vet, por nuk mund të flasim që kemi një media e cila mund të luajë një rol pozitiv, qoftë edhe me emisionet që jepen, që duhet të kontribuojnë më shumë në edukimin e hershëm të fëmijëve, të të rinjve për sa i përket problemeve të dhunës. Nuk mund të them për gjithë mediat. Flas që por ka kjo tendenca për me promovu dhunën më shumë e promovimit të dhunës. Me që jena në Mars. Flasim pak për 8 Marsin. Si e shikon ti 8 Marsin, çfarë përje ka shoqëria deri 8 Marsit dhe cila është përja vërtet e datës së 8 Marsit? Në fakt, unë po vija nga një mbledhje që po bëni pak më herët me stafin, sepse normalisht këto ditë janë ditë ngarkuara, jo vetëm për shkak të 8 Marsit, por edhe për shkak të impenjimeve që qendra ka. Por ndërsa diskutonim me kolegë se çfarë duhet të bëjmë për 8 Mars dhe çfarë ka nevojë shoqëria për të bërë me 8 Mars, arrim në një konkluzion që po të shkojnë në shkollat arsimit fillor, po e marrim nga aty, fëmijët po t'i pyesësh se çfarë është 8 Marsi, normalisht që do t'japin një përgjigje që është festa nans, siç ashtu prezantohet. Dhe ajo çfarë ne po përpiqemi të bëjmë në këtë moment është që të kontribuojmë sadopak në një edukim të hershëm të fëmijëve, sepse fillon që nga këtu. Pra nëse ne kërkojmë apo pretendojmë që në të ardhmen të gëzojmë më shumë të drejta, që fëmijët tanë të rriten të lirë dhe të barabartë, duhet fillojmë që herët, sepse nuk mund të presim që një fëmijë i brumosur ndryshe të ndryshojë sjellje kur të jetë i rritur. Vazhdon akoma të konsiderohet në shoqërinë shqiptare si një festë, dhe gratë dhe vajzat, edhe pse sot kanë shumë tepër mundësi për të festuar dhe për të bashkëndarë gëzimet e tyre, ndryshe nga ç'ishte më përpara, vazhdon akoma të konsiderohet dhe jam e bindur që nëse do pyesnim, do të kishte pa diskutim një pronëtim shumë të madh të lokaleve për gratë të cilët gjejnë rastin për të festuar 8 Marsin. Jo se do thoja që kjo nuk duhet ndodhë, sepse çdo njeri duhet të jetë i lirë për të bërë dhe për ta festuar ashtu siç e mendon, por është e rëndësishme të ndalemi tek vlera që duhet të ketë 8 Marsi. Fillon nga një kontekst lokal, në vitin 1908, në New York, ku rreth 15.000 gra dalin dhe protestojnë për kushtet e punës në një fabrikë, dhe më pas merr këtë përmas globale, ku sot është shndërruar në një ditë ndërkombëtare të gruas dhe njihet nga shumë shtete të botës. Dhe nga ky këndvështrim duhet ta vlerësojmë dhe ta promovojmë si një ditë në të cilën duhet të njohim kontributin e grave në fusha të ndryshme, ku ato kanë dhënë kontributin e tyre, por si edhe një ditë reflektimi për sa i përket jo vetëm thjesht arritjeve, por edhe lobimit për të luftuar dhe për të promovuar të drejtat e grave dhe vajzave. Pse mendon ti që shoqënia shqiptare pra shef 8 Marsin pra si festa nos? Çfarë mund të ketë niku? Ndoshta mund të ketë niku kjo pjesa e përjullës së komunizmit ose një faktor tjetër? Pa diskutim, mendoj që nuk ka ndikuar vetëm komunizmi. Komunizmi 50 vjet nuk janë pak, pavarësisht se ne po bëjmë 30 vjet të tjera. Por pavarësisht kësaj, ajo që unë mund të them është që
ndikon edhe tek ajo mënyra se si ne jemi rritur. Dhe duke qenë se është një moment ku ndofta nuk i referohen vetëm grave të qytetit, unë i referohen grave të zonave rurale kryesisht, ku informacioni është më i pakët, ku mundësia grave për të dalë dhe për të kërkuar ndryshimin është më vogël, atëherë ato mbyllen brenda asaj që të paktën me këtë datë unë do të kem mundësi të dal dhe të ndihem i lirë për të kaluar një ditë ndryshe për ditën time. Dhe besoj se këto të dyja ecin paralelisht, nga njëra anë është komunizmi dhe rrënësimi që ka bërë për vitet e tëra, dhe nga ana tjetër është pjesa, le të themi, që gratë në pamundësi për të dalë vazhdojnë ta konsiderojnë si një mundësi që po sot unë e kam fituar të drejtën për të dalë, sepse është 8 marsi dhe do më lejojnë për të dalë. Do kalim ndoshta le ta çojmë te një lojë, gjatë ndërkohë që po përgatisha për këtë pyetje, më takoi me pa disa komente në për rrjetet sociale dhe për gazetat ndryshme. Unë do të them komentet edhe detyra jote të thoj, është me thënë jam dakord, nuk jam dakord, edhe pse. Komenti i parë është nëse një gru vendos të jetojë në shtëpi dhe të kujdeset për fëmijë, është një zgjedhje barabartë me karrierën e një gruaje që vendos mas me pas fëmijë. Pra, a ka një grua e cila që ndron shtëpi? Nuk ka një shenjë barazimit midis dy gjërave. Për mua është e barabartë çdo gjë që një grua vendos për me bë me jetën e saj, mjafton që ajo të jetë dëshira dhe vullneti i saj. Kështu që nuk ka një shenjë barazimit, jo, por nëse të dyja kanë bërë zgjedhjet e tyre, dhe këto janë zgjedhjet e tyre të pandikuara nga asnjë lloj rrethane tjetër, po le ta konsiderojmë të barabartë. Burrat duhet të jenë pjesë e diskutimeve feministe. Pa diskutim që burrat duhet të jenë pjesë e diskutimeve feministe, por nuk do t'ja lija atyre, ndoshta s'po gjej fjalën e duhur, udhëheqjen e diskutimit. Por ne nuk mundena përmirësu gjanat të vetëm në qoftë se burrat nuk i kemi alat ndryshimeve tona. Politika, mos harrojmë që përbëjnë shumicën në parlament. Po, tash po kalosh edhe te pjesa politikës në fakt. Politika synon akoma paksimin e pozitës së grave në shoqëri. Nuk mundem me dhënë një përgjigje po se jo, sepse në këndvështrimin tim është jo në dukje, po është po në të vërtetë. Pra, pavarësisht se kemi një përmirësim të kuadrit ligjor që ka një përfshirje më të madhe të grave dhe vajzave në politik, akoma nuk kemi të kuota barazimit. Dhe të gjitha ato të cilët mendojnë që po pse duhet kemi kuota, do doja të thoja që më falni po të mos ishin kuota dhe po të mos kërkonim të drejtat tona, ne do të vazhdonim të ishim pa të drejtat tona, pa të drejtën për të votuar, pa të drejtën për të në punë. Dhe pavarësisht gjithë këtij rrugtimi që ne kemi bërë, akoma vazhdojmë të bëjmë punë të cilët janë të papaguara. Kështu që nuk mund të them një po ose një jo në përgjigje, por ka vend për përmirësim. Ka vend për pa diskutim që ka vend shumë për përmirësim. Jemi akoma shumë larg. Pohimi tjetër thot burrat nuk duhen të përfitojnë largim lindje, pra me idenë për me fitu pushimin mas lindjes së gruas. Tani kjo është një situatë në cilën është menduar që gruas i jepet të drejta për të dalë në punë dhe bashorti të kujdeset për fëmijën. Për aq kohë nëse kjo funksionon kështu, dhe është zgjedhje midis dy partnerëve që gruaja të dalë në punë dhe bashorti të kujdeset për fëmijën, unë e konsideroj një të drejtë të respektuar. Por nëse ndodh që ne bëjmë një zgjedhje që gruaja të dalë në punë sepse ka një rrogë më të lartë se sa unë, dhe ndërkohë do vazhdoj dhe kur të kthehet në shtëpi të kujdeset për gjitha ngarkesat e tjera që një grua bën në shtëpi, atëherë besoj se nuk jemi drejt asaj çfarë është synuar për të garantuar barazimin midis burrave dhe grave të drejtave të tyre. Nuk mendon ti që ndoshta në mujtë e parë, po them ti, ndoshta impakti i nënës është pak më i rëndësishëm, le të thojmë, pak më i rëndësishëm në idenë të jeta e fëmijës për në zhvillimin e fëmijës dhe të tona. Në këndvështrimin e ligjit nuk është e thënë se ato duhet ta marrin
njëkohësisht të dy lejen e lindjes, pra është çifti ai i cili vendos se si do ta gëzojnë. Nëse do të bëjnë 6 muajt e parë, nëna dhe 6 muajt e tjerë. Nëse do të pyesesha në lidhje me lejen e lindjes, unë mendoj që jam shumë pro karrierës së grave, është shumë rëndësishme që të kemi arritje për sa i përket të drejtave të grave. Megjithatë, mendoj se ka ardhur koha që të kemi jo një vit pushim leje lindje, por ka ardhur koha që gratë dhe vajzat kenë më shumë kohë për të kujdesur, jo vetëm për fëmijët e tyre, por edhe për veten e tyre. Dhe ato duhet ta kenë këtë mundësi zgjedhje. Nuk duhet jetë detyrim që leja lindjes detyrimisht të bëhet për 3 vite. Por të jetë një lejë lindje e paguar dhe madje do thoja e paguar full time dhe gruaja të ketë kohë për të rekuperuar për veten e saj, por edhe të dedikohet mëmësisë që edhe për atë është shumë rëndësishme. Por shpeshherë nxitojmë drejt punëve tona, ndoshta duke e lënë pak pas dora ose duke duke anashkaluar, sepse në asnjë rast një grua nuk anashkalon mëmësi në rolin e nënës, por duke i marrë shumë kohë vetes së saj për të bërë njëkohësisht shumë gjëra. Dhe them që do të ishte koha që grave të njihej e drejta e lejes së lindjes për 3 vite të paguara në mënyrë të plotë, dhe më pas kjo duhet të ishte një zgjedhje, jo detyrim, nëse ato duan për ta bërë apo të rikthehen. Po, të kenë mundësi për të pasur më shumë kohë dhe për veten edhe për fëmijën, dhe të mos kenë atë merakun e të ardhurave ekonomike nëse cënohet, le të themi, mirëqenia ekonomike e familjes. Sepse mendoj që shumë shpesh pra detyrohen për me dalë edhe më herët për shkak se të gjendjeve ekonomike. Pjesa më e madhe e grave jam e bindur që e bëjnë shpeshherë këtë të e të sforcuar, duke mos shijuar as fëmijën e tyre ndërkohë që rritet, sepse normalisht mund të kenë edhe fëmijë të tjerë dhe duhet të impenjohen dhe duhet të kenë më shumë të ardhura ekonomike. Dhe pohimi fundit thot stigma sociale që gratë duhet jenë më të kujdesshme për vendimet që marrin për jetën e tyre, është më e madhe krahasu me burrat. Unë them që po, një shprehje e tillë thohet më shumë grave se sa burrave ose vajzave më shumë se sa djemve, por nga ana tjetër mendoj që sikur gratë ishin shumë të lira për të marrë vendime, jam e bindur që nuk do të gabonin. Gjatë tjetër, pra realitetin e them do të ishte ndryshe. Kena ardhur në fundin e podcastit, edhe në podcastin ton kena le të thojmë pyetjen e famshme, cila është diçka që ti do doje pra për mi dhënë zë për tonë ata të cilët neve janë tona njek. Në fakt duhet kishte shumë mesazhe për me dhënë, por ajo që unë do kisha dashur në këtë moment për me dhënë, kryesisht për vajzat e reja, por jo vetëm. Referohem me qenë se jemi në muajin e marsit, edhe në prag të 8 marsit i referohem grave dhe vajzave, liria juaj për me vendos për veten e juaj, për çdo gjë që ka lidhje me jetën dhe me trupin e juaj, duhet jetë e panegociueshme. Me këtë mesazh them, do e mbyllim dhe podcastin. Shumë faleminderit që na keni njeh, pra shumë faleminderit Zina që erdhe këtu me ne, me bë këtë bashkëbisedim dhe gjithashtu me dhënë këtë mesazh për ata të cilët janë tona njek. Ishte kënaqësi, ju përgëzoj, e mora me shumë emocione, realisht ju përgëzoj që keni marrë një iniciativë të tillë dhe kur vjen gotri do të thotë që kemi shpresë për të ardhmen. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shihemi episodin e radhës.